Për të ngrënë gjëra të mira, duhet patjetër që stomakun ta kemi në gjendje shumë të mirë, që të shijojmë, mos na japin urthra, mos na japin nga këto djegjet e tjerë, se një ndër problemet kryesore dhe fatkeqësisht në Shqipëri është në masë, është ky bakteri që qëndron në stomakun ton që quhet Helicobacter pylori, i cili shkakton shumë problematika, ulçera, e të tjerë, deri në momentin që ai nuk kurohet, madje dhe kurimin e ka shumë të vështirë. Është vërtet një bakter kokfort, do thoja unë, dhe prandaj do flasim, ta kuptojmë paksa ç'është ky bakter, çfarë bën, nga se vjen, si ta zhdukim e të tjera, me të ftuarin e ditës sotme në studio. Hysti dete mi mëngjes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Doktor Nini do të them. Doktor Nini. Çu të thonë të tërë? Patjetër. Doktor Nini është mjek gastrohepatolog. U bë kohë që si bi parë kemi ndryshuar shumë. Për mirë do të thoja, për shumë mirë. Këtë po thoni paku përpara, ore, ti ke ndryshuar, unë kam ndryshuar. Më mirë kështu. Po bëhemi si vera. Sa me vjetër aq më mirë. Faleminderit që jemi në program. Varet se si e ruan gjithsesi. E më të ruajtur mirë jemi tani? Shumë mirë. Inshallah mos ju marrim sysh. Megjithatë, rikthejmë pak vëmendjen tek ky bakteri që për hir të së vërtetës mua më duket se është shtuar shumë. Të gjitha rastet, të gjitha personat që e kanë dhe po luftojnë për ta larguar nga organizmi i tyre, janë shtuar. Të rezulton kështu? Në fakt nuk do të thoja që është shtuar, por ndoshta vitet e fundit i është vënë më shumë vëmendje. Sepse Helicobacter pylori është një bakter që ka ekzistuar edhe përpara se të zbulojë. Është zbuluar diku në vitet 1982 nga dy shkencëtarë australian dhe për kuriozitet njëri prej tyre, Marshall, e provoi ta gëlltiste vetë Helicobacterin, domethënë përmjet ushqimit apo ujit, për të vërtetuar teorinë që ai do të shkaktonte gastritin. Dhe më pas e mjekoi dhe e zhduku, patjetër, por nëpërmjet kësaj e vërtetoi që shumica e sëmundjeve të stomakut, përfshirë gastritet, ulçerat apo edhe kanceri i stomakut, kanë si bazë të patogjenezës së tyre Helicobacter pylori. Si Helicobakteri mund të çojë deri në kancer të stomakut? Patjetër, madje protokollet e sotshme i mëshojnë shumë heradikimit apo çrënjosjes së këtij bakteri, pikërisht për këtë shkak, sepse jep një pjesë të madhe të kancerit të stomakut. Nga praktika juaj e përditshme, ju keni parë, le ta themi, njerëz janë të sensibilizuar që vinë, ore, dua ta shoha, e kam as e kam etj, është rritur ky numër, sepse pra ti e the praktikisht që mund të ketë qenë, po nuk e kanë ditur. Ka filluar ky ndërgjegjësim, vinë njerëz tek ju? Gjithnjë më shumë. Dhe kam besimin që edhe kolegët e tjerë, ashtu si kurse unë, një pjesë të vizitës sime e harxoj duke i folur se çfarë është Helicobakteri. Pikërisht me që jemi këtu, zëre si kur jemi një vizitë, kemi shumë pacientë që po na ndjekin në këto momente, ta shpjegojmë edhe për ato që ndoshta po e dëgjojmë për herë të parë këtë bakter. Është një poshtërsirë. Ja, e shpjegova. Në fillim, poshtërsirë, një mizerje. Shiko, realisht, domethënë është një bakter që patjetër që target ka organin e stomakut. Dhe pikërisht atje ai fillon të japi të gjitha ndryshimet qelizore, pra që nga gastrite thamë deri tek kanceri i stomakut. Ky bakter ka një mire the, është i poshtër, domethënë në kuptimin në thonjza. Është shumë dinak. Është dinak dhe dinakria e tij duket tek fakti se si ai përshtatet ndaj ambientit acid të stomakut, sepse ne dim që ambienti acid, pra acidi kloridrik që prodhojnë qelizat e stomakut, shërben për të ngordhur çdo lloj bakteri, çdo lloj mikrobi. Pikërisht dinakria e tij bën që nëpërmjet një enzime që ai prodhon, që quhet ureaz, ai e zhndron uren në amonjak, një element që e kemi ne, dhe nëpërmjet saj krijon një mbrojtje, pra një membran mbrojtëse. Një membran mbrojtëse, po themi, një shtrojë mbrojtëse, e cila krijon një ambient më bazik, pra jo aq acid, dhe mbron nga aciditeti. Dhe më pas, nëpërmjet flagellave, janë disa si bishta, që helikat, ai nëpërmjet tyre lëviz dhe përpiqet që t'i shpëtojë ambientit acid, i cili është në pjesën e sipërme, pra në pjesën e brendshme të stomakut,
Ndërsa më poshtë, stomaku prodhon një lëndë e cila quhet mukus. Mukus i famshëm, po. Ajo e mbron qelizat e epitelit të mukozës nga dëmtimi i asidit kloridrik. Është një faktor mbrojtës. Tani ai futet tek shtresa e mukusit dhe atje i shpëton ambientit acid, përveç se fillimisht kishte atë mbrojtje nëpërmjet ureazës, dhe atje fillon që të kapet tek qelizat e stomakut, tek qelizat epiteliale. Kapet nëpërmjet disa, nuk po futemi në mekanizma. Do të thonë është, shiko, a di si është puna? Pra është një bakter i poshtër. Është surat patate do e quaja unë, se jo për ne gjë edhe kemi takuar dhe jemi njohur me të. A di çfarë jam kurioz unë sot, sepse mund të jetë edhe publiku që është duke na ndjekur, nga e marrim ne këtë tani. A e marrim nga ushqimi, a e marrim nga uji, dhe mbi të gjitha nga ajri, nuk e di nga tjetri, dhe a mund të ruhemi ne që mos ta marrim këtë? Pra, është gjithë sa, si kalon ai? Patjetër, shiko, nuk merret nga ajri, fatmirësisht, pra nuk është në mënyrë aerogjene siç janë viruset. Nga pusjet? Po, pra rruga është quhet fekalo-orale, pra merret nëpërmjet, po themi, ushqimeve që janë të kontaminuarat, palara mirë, perimet, apo uji jo i pastër, në familje shpeshherë kur pim me të njëjtin gotë ose me ham me lugën e njëri tjetrit, pra këto janë rrugët e transmetimit, pra nëpërmjet Që duhet jemi të kujdesshëm. Se domosdoshmërisht i bie që nëse e kam unë e ka dhe Julka, që ham edhe rrim në një shtëpi për shembull? Nëse ju ani me të njëjtët enë, probabiliteti është i madh, sepse ka dhe faktorë të tjerë që ndikojnë. Nuk është aq, po themi, siç janë viruset që kanë një ngjitshmëri shumë të lartë, por gjithsesi e kuptuam se si e marrim në organizëm. Si e kuptojmë që e kemi në organizëm? Atëre, ndonjëherë dhe nuk e kuptojmë fare, sepse në një pjesë të madhe të rasteve, Helicobacteri qëndron atje, po themi për vite me radhë ose dhe dekada, dhe nuk jep asnjë shqetësim. Pra, ai dëmet jep në dekada, nuk është se jep me një ditë, apo me 2 ditë, apo me një javë. Dhe në praktikën e përditshme, shpeshherë shoh pacient që janë anksioz. Doktor, si ta kisha marrë më përpara vesh, sepse kanë kaluar 2 javë, më ka bërë dëmet më dha, jo, nuk ekziston kjo. Pra, dëmet janë në afat gjatë. Në momentet që ai fillon të shkaktoj inflamacionin në organizëm, pra sepse e thashun që kur kapet tek ato qelizat e stomakut, e qelizat epiteliale, atje ai nxit disa procese inflamatore, pra reagon përgjigjja imune e organizmit. Ta thjesojmë pak edhe për publikun, nëse kemi gastrit, detyrimisht kemi këtë Helicobacter pylori? Jo, domosdoshmërisht, sepse ulcer në pjesën më të madhe të rasteve po, në pjesën më të madhe. Pra, sepse thash Helicobacteri duke dëmtuar qelizat e stomakut, i ekspozon ato, pra i ul gjithmonë më shumë, e hollon atë shtresën e mukusit, pra e bën më të hollë, derisa acidi kloridrik më pas fillon të dëmtoj vetë qelizat e stomakut dhe krijojnë ato që janë plagët apo ulçerat që janë. A e disa shumë njerëz ka që pas ka që po na shkruajnë në këtë momente, vajem për ne thamë që ka unë nuk e kuptita vetë, po më erdhi thotë, më erdhi i paftuar. Ta gëzosh, po ja, do ta marrim vesh. Statistikat janë, domethënë, po themi gati 50% e popullatës botërore e ka. Vendet të cilat janë në zhvillim, sikurse jemi dhe ne. Ne do e kemi kështu e kemi në masë. Në zhvillim jemi, Xhanëm. Zhvilluam kur tamam, po nejse. Kemi diku tek ndoshta 60-70%. 70% e popullatës tua aty. Po, statistikat janë akoma në updatim. Po, gjithsesi. Ndoshta unë në vazhdimsi kam edhe një rol në këtë pjesë që ndoshta do të paraqes me kalimin e viteve, sepse jam duke bërë një. Duke bërë me statistikat, e kuptoj. Po, dhe ndoshta do kontriboj në një analizë më të saktë. Atëherë ti e di ke shumë mirë, pra, praktikisht le t'ja marrim pas. Thjesht nuk flet pa 70% e popullatës shqiptare vuan nga është bartës, le ta themi, Helicobacter pylorit. Ka disa mënyra mjekësore për ta dalluar, ka disa analiza, është me feqe, më duket është me gjak dhe është kjo me të fryrë, me ajër. Pikërisht ajo me. Sipas teje, cila është më sakta? Shiko, njihet në literaturë. Mos më baj hatër. Unë personalisht kë preferoj, domethënë që është më sakta për mendimin tim, është nëpërmjet marrjes së biopsisë. Pra, kur ti bën gastroskopin,
pickon mukozën e stomakut dhe merr materialin. Kjo bën ngjyrimin direkt në mikroskop dhe ti shikon drejt për drejt helikobakterin. Metodat e tjera janë shumë të mira, preferohet zakonisht kjo metoda që theme antëfryrjes, ne e quajmë urea breath test, pra për shkak të asaj ureazës që përmendëm më parë. Është metodë që përdoret e thjesht, pra këto janë metoda më të thjeshta, më pak invazive themi ne, që nuk kërkojnë ndërlikime ose procedura mjekësore të tilla siç është gastroskopia, sepse që të marrësh një biopsi, pacienti duhet bëj gastroskopin. Duhet të thyej edhe atë mitin e frikës që ka ndaj këtij ekzaminimi, etj, jo anestezia, jo, por që nuk është. Unë kam bërë pa anestezi. 5 herë. Okej. Po. Sot ka metoda më komode, domethënë sepse në metodat sedacionit bëhet akoma. Jo, e di, po atëherë unë kisha frikë, tani nuk kam. Dhe sot protokollet perëndimore e kanë në rutinë, domethënë çdo gastroskopi e shoqërojnë me marrje biopsie, madje edhe kur mukoza e stomakut është normale. E kanë si proces. Si e marrin që të shohin edhe llojet e qelizave, të shohin a është helikobakteri, a ka dhënë ndryshime qelizore të tipit metaplazi, apo displazi, apo atrofi, etj, që janë rruga drejt kancerit, këto ndryshime. Kështu që biopsia është më e mira, është më e detajuara, por gjithsesi ka dhe metoda të tjera, siç tham, dhe për nga shkalla e saktësisë janë kjo urea breath testi bashkë me antigjenin fekal, pra që merret nëpërmjet feçeve, kurse pjesa e analizave serologjike që shikon antitrupat janë pak më të dobta si tregues. Me këtë rast apo i kthejmë përgjigje një zonje që na shkruajti për këtë pikërisht për këtë gjë. Mirë, e zbuluam që e kemi helikobakterin pranishëm në organizmin ton. Çfarë duhet bëjmë? E para mos na kapi paniku, si thash, sepse nuk është ndonjë. Ne ngelëm duke i thënë, është i poshtër, mezor, ikë. Po i poshtër është e kanjos, po nuk është vdekje prurë. Fakti që nuk duhet kemi rrezik, që në fillim të emisionit që të le kohë, nuk është si një ke kohë të reagosh. Ke kohë të reagosh dhe ke kohë ta zhdukësh e ta kontrollosh, dhe nëse dështon me një skem trajtimi, ka skema të tjera dhe të tjera që po zbulohen vitet e fundit. Protokollet të ndryshme. Kështu që ka, le të themi, armën t'i kemi. Okej. Është vetëm kujdesi dhe sensibilizimi i çdo qytetari që në radhë të parë njerë të ruaj atë pjesën e higjienës, pra për të mos ta marrë, dhe në momentet kur e ka, do ta zhduki, do ta çrënjosi dhe pastaj do ruaj sërish higjienën për të mos ta rimarrë prapë, sepse rastet e rimarrjes janë shumë të ralla në historikun e pacientëve që janë të kontaminuar me këtë lloj bakteri, por gjithsesi ngelet një sensibilizim jo emergjent, por informacioni marrë pas here në mënyrë që ti paraprihet, sepse ka pacientë të cilët kanë një anamnezë familjare, po e quaj pozitive për kancer stomaku. Po që kanë prirje, le ta themi ta kemi. Po themi dikush ka xhaxhain, hallën, prindrit, gjyshit. Ata duhet jenë më të kujdesshëm, sepse sidomos kur shfaqen simptoma të traktit tretës dhe sidomos të stomakut, po edhe kur nuk shfaqen, ai duhet të testohet në mënyrë që afatgjatë, sa më herët ta kapi helikobakterin dhe sa më herët ta zhduki, aq më shpejt zhduk riskun për të shfaqur kanceri i stomakut tek ai person. Pra, duhet një vëmendje, sepse ka faktor që përveç helikobakterit janë dhe faktorët gjenetik që ndikojnë, dhe këta persona që janë më të predispozuar patjetër që duhet të jenë më të kujdesshëm. Doktor Nini, pa shkuar te doktori, çfarë shenjash mund na japi, pra që ne të shkojmë tek doktori, pra të nxitemi të shkojmë tek doktori? Fillon nga ato që ne i quajmë çrregullimet e zakonshme dispeptike. Pacienti thotë, unë ndihem shumë i fryrë. Fryja e bardhë. Edhe ujë të pi, thotë, ndihem shumë i fryrë. Nuk jam i fryrë. Besoj që nuk kapi në këtë. Mirë jemi një. E studentit të mjekësisë. E di. Po është hipokondriak pasaj. Pra, këto janë shqetësimet, domethënë duke filluar që nga çrregullimet e tretjes, pra ndjesia e fryrjes, e deri tek dhimbjet epigastrike që ndonjëherë bëhen aq të forta, nuk dominohen, mund të japin ato tamam simptomat tipike të një ulçere, sepse mund të jetë bërë dhe një ulçer, dhe ulçerat janë disa llojesh, janë ose të duodenit ose të stomakut.
Dhe këto kanë klinikat të ndryshme dhe simptomatikat të ndryshme, por gjithsesi mjeku e orienton pacientin. I kemi takuar. Ti si i ke pasur? Mirë kanë qenë. Pyrje? Po, janë njësoj. Prandaj po, më thënë ke pacientin intervistuesin më sakt ideal në studio sot për këtë temë. Ka kaluar dhe po konfirmon se si po konfirmoj gjërat. Gjithsesi një pikë e rëndësishme ngelet edhe konfirmimi i sakt nëse e keni zhdukur apo jo helikobakterin. Të ta se mbajmë. Sepse ai ke bërë analizat prapë. Në një pjesë e madhe të rasteve, pra kontrollojnë nëpërmjet këto metodave jo shumë të sakta, apo themi nëpërmjet serologjisë. Ndonjëherë, nga praktika e përditshme e kam, përveç se literaturës, kam vënë re raste që edhe testi i antigjenit fekal, që konsiderohet shumë i ndjeshëm, qëllon që del fals negativ, dhe kur bëjmë gastroskopin dhe marrim biopsin, del që helikobakteri nuk është zhdukur. Pra gastroja është prap, gastroskopia është prap. Ajo për mendimin tim është më e mira dhe metoda e marrjes biopsisë. Do shumë kohë që ta zhdukësh helikobakterin? Varet, është individuale. Nuk ka... Rasti më i gjatë që ke trajtuar ndonjëherë? Po rasti më i gjatë kam, sepse janë me periudha mjekimit, ndonjëherë pacienti, kam pacient që ndonjëherë thotë, doktor, kam përdorur shumë antibiotik, nuk po e trajtoj më këtë radhë. Pastaj më merr vetë dhe më thotë, doktor, me jep antibiotik. 6 muaj duhet ta bëj, duhet ta trajtoj. Kështu që ka pacient që dhe mbas një viti kanë menduar që të bëjnë skemën e tretë, pas 2 skemave dështimi. E kupton, dhe ka të tjerë që me skemën tradicionale më të thjeshtë që ka ekzistuar prej vitesh, kanë pasur sukses në eradikim, në çrënjosje. Pra është shumë individuale. Individuale, okej. Praktikisht do të pyesja edhe një gjë tjetër, kur ti ke bërë kurën dhe do ta shohësh pra nëse e ke zhdukur apo jo. Praktikisht pas sa kohësh duhet bërë kjo? Se ka një lloj dileme, jo thon 3 muaj, jo 8 javë. Nuk ka problem, mjafton që të kenë kaluar të paktën 4 javë nga antibiotiku. Pra, në momentin që ke mbaruar antibiotikun, dhe të paktën 2 javë nga marrja e mbrojtësit të stomakut, ose ne i quajmë frenusit e pompës protonike. PPI, themi ne, janë këto klasa e këtyre që mbarojnë me zol, omeprazol, pandoprazol, esomeprazol, zolrat. I njohim, dhe ato shumë të këndshëm janë. Ushqimi tani. Dieta kur ti je me Helicobacter pylori ndryshon, duhet të ndryshoj? Patjetër, duhet pasur një farë kujdesi, sepse... Çfarë duhet hiqet? Duhet hiqet gjitha këto ushqimet që japin hiperaciditet. Pra, duke filluar që nga pikantet, ushqimet pikante, djegëset, të cilat patjetër që japin dhe inflamacion të mukozës dhe e predispozojnë që të ketë akoma më shumë dëmtime mukoza e stomakut edhe në nënveprimin e Helicobacter dhe në nënveprimin e acidit kloridrik, janë ushqimet hiperacide, pra që rrisin aciditetin, duke përfshirë uthulla, aceto balsamiko, limoni, etjere. E deri tek ushqimet që janë të yndyrshme, kryesisht ato që janë më të dëmshme. Mish me dhjam. Mish me dhjam, gjalpi, janë këto yndyrnat, pra yndyrnat shtazore. Sepse vaj ulliri të hynë tek yndyrnat e mira që i quajmë, dhe këto në porcione të dura, jo me tepri, kanë një rol pozitiv, qoftë në përmirësimin e inflamacionit e tjere. Por kjo nuk do të thotë që ne të pim 1 kile vaj ulliri sepse do zhdukim Helicobacterin, ose po them... E sigurt është që do notoj, nëse pini. Shiko, dua të të bëj një pyetje që mbase do dalim pak jashtë prej profesionit të mjekut mjefilltazi, po janë ca këshilla, Julk, të cilat vinë nga mjekësia alternative. Lëngu i lakrës, për shembull, kemi dëgjuar. Lëngu i kujt? I lakrës. Po, sepse shiko, perimet të tilla, siç janë lakra, brokoli, lule lakra, janë të mira, do më thëmë, por nuk është se ato e trajtojnë Helicobacterin. Ato ndihmojnë në ambientin, pra në terenin, kundër Helicobacterit, pra që a i të luftojnë, është mjekimi a i që e zhdukë, nuk që mos të mendojmë që do zhdukim me mjekime popullore ose me ushqime. Kjo është e pa mund. Do e marim të mirë qënë, po themi në një që ta trullosi pak Helicobacterin që të mos jetë... Kanë disa substanca që... Tja prishim Helica të rëzohet. Pastaj ka dhe në teknologjin farmaceutike prodhojnë edhe suplemente
të disa llojeve të ndryshme, të cilat kanë edhe komponent që kanë si synim t'i ulin atë terrenin ushqyes helikobakterit, duke përmbajtur edhe, sepse edhe këto probiotikët ndikojnë mirë duke krijuar ambient. Po ti probiotikët do i marrësh ti kur të marrësh gjithë ato antibiotika, s'diskutohet. Patjetër, po dhe pa marrë antibiotik, po themi kosi ose kefiri, këto janë ushqime që i kanë, pra këto probiotikët i kanë brenda, kanë laktobacile, kështu që janë të mira deri diku për të krijuar atë ambientin armiqësor ndaj helikobakterit dhe miqësor ndaj nesh, ndaj shëndetit tonë. Nëse e zhdukem helikobakterin, na rikthehet përsëri? E thash pak më parë që janë raste të rralla. Megjithatë, ai duhet pasur kujdes higjienës, sepse kur herën e parë nuk e dije, ishte faji i bakterit, herën e dytë është faji yt, pastaj. Dakor. Shiko, faleminderit shumë që ishe sot në program edhe na hodhe dritë mbi këtë bakter që është kokfort, pavarësisht batutave të mia dhe të Julkës, pa diskutimeve, prishje helikash e kështu gjërash, vërtet është shumë kokfort edhe shkakton shumë problematika. Shpresoj të kemi ndihmuar shumë publikun. Edhe të keni vëmendjen maksimale, se në afat gjatë bën dëm vërtet. Faleminderit shumë doktor Nini. Faleminderit juve, ishte kënaqësi edhe për mua. Sukses. Mirë, publicitet, kthehemi pas pak. Me ushqimet e kemi prap, po në një këmbështrim tjetër.